Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot motra dashura vendosa që me ju të ndoj mënyrën se si përgatis unë kompot ftoni që mos t'i humbe ngjyra. Mënyra e përgatitjes është shumë e thjeshtë, e lehtë, besoj se të gjithëve kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen, gjithçka çka na duhen janë ftoj. Ftoj mund të merrni sipas dëshirës, as sa ju nevojitën, i loj mirë, ja largojmë atë shtresën e verdhë që e kanë dhe i pastrojmë kështu nga lëvorja dhe i ndoj. Në fillim do i pastroj nga lëvorja, unë kam një thikë të tillë si kjo. Ja largon lëvorën shumë lehtë, ju mund t'i largoni edhe me thikë të thjeshtë. Ja largojmë të tërën lëvorën, gjithashtu ja largojmë dhe këto njollat e zeza, ku ka nevojë t'i largojmë. Ftonit ja kemi larguar lëvorën dhe ato pjesët e zeza, njollat e zeza, atëherë këtu kemi një enë të mbushur me ujë, në të do hedhim një paketim 10 gramësh me limontoz, e përzim mirë, që limondozi të përhapet në për të gjithë ujin dhe marrim e coptojmë ftonin dhe i kalojmë pjesët e coptuara tek uji me limondoz që mos t'i hupet ngjyra. Pra i përcoptojmë në forma të ndryshme sipas dëshirës, kështu në mënyrë të njëjtë veprojmë me gjithë ftojt, duke i larguar pra lëvorën, njollat e zeza dhe më pas duke i kaluar në ujin me limondoz. Mund t'i preni në çfarë do lloj formash, kjo forma e zgjatur më lehtë do renditet nëpër kavanosa. Kështu në mënyrë të njëjtë veproj dhe me ftoj tjerë, duke i coptuar. Dhe vazhdojmë tutje dhe me ftoj të tjerë. Pasi ju kemi largu gjithë ftojve, lëvorën dhe i kemi coptu, pra duhet me një shpejtësi të madhe t'ju largojmë lëvorën dhe t'i coptojmë që në ftojve mos t'ju humbet ngjyra. Qofse doni që ftojve mos t'ju humbet ngjyra, atëherë i hedhni ujë me vinobran dhe mund t'i bëni më ngadalë, mirë po më pas duhet që t'i shpërlani nga uji me vinobran, kurse kështu në ujin me limondoz nuk ka nevojë që të bëjmë shpërlarjen e ftojve. Ftojt i marrim dhe i vendosim apo i kalojmë nëpër kavanosa. Kavanosat si në çdo reçel, në turshi duhen të jenë të lara dhe sterilizuara mirë, kështu me shumë kujdes i vendosim nëpër kavanose, i mbushim mirë deri në gry kavanosët me ftoj. Siç e shihni, përgatitja e kompotit të ftojve është shumë e thjeshtë, e lehtë, mund t'ja dalë secili që t'i përgatit, vetëm se a keni vullnet. Çdo shtëpi e cila ka kopsh, patjetër që të ketë një ftua në kopsht, dhe pse t'i lojmë që të kalbet, kështu i shfrytëzojmë duke përgatitur reçela, kompota, marmelada. Pra kjo është fruta e fundit e stinës, së vjeshtës dhe të gjithë stinave. Pra kështu me shumë kujdes i mbushim gjithë kavanosat në mënyrë të njëjtë me ftoj të coptuar. Kemi mbushur dhe kavanosat me ftoj të coptuar, atëherë do ja hedhim sheqerin. Për secilin kavanos na nevojiten 5 lugë gjelle me sheqer, kurse kjo është pak më i madh se këto tjera, do ja hedhi 6. Ktu kam 21 lugë me sheqer dhe ja shtoj një vanile sheqeri për aromë tek sheqeri dhe do e përzitash mirë, që sheqeri me vanilën e sheqerit bëhen një mos. Pra mund t'i hedhim dhe
Fora të karanfilit, mirë po mua nuk më pëlqen, nuk e dua shumë atë aromë, kush e pëlqen mund t'i hedhë lirisht dhe fillojmë që t'ja shtojmë sheqerin të secili kavanos nga 5 lugë gjelle me sheqer. Kështu në mënyrë të njëjtë mbushim gjithë kavanosat me sheqer. Ju kemi hedhur kavanosave sheqerin, atëherë i mbushim me ujë, pra i mbushim me ujë gjeri në gryk, kështu. Gjithë kavanosat i mbushim në mënyrë të njëjtë, siç e shihni përgatitja shumë thjesht shpejt, ja vlen me provu secili. Pas edhe nuk marr shumë kohë për përgatitje dhe e lehtë. Dhe i mbyllim mirë me kapak tash. Kapakat duhen të jenë të ri dhe 3 herë i sillim nga ana kundër dhe 1 herë nga ana nga përputhen vizat. Kështu në mënyrë të njëjtë bëjmë mbylljen e gjithë kavanosave. Mbyllim fort. Dhe kavanosat i fusim në furrë të nxehtë që të vakumohen, mirë po pa i fut në furrë të nxehtë, një herë i tundim kështu, që sheqeri pak të shkrinhet. Kështu në mënyrë të njëjtë bëjmë tundjen e gjithë kavanosave. Kavanosat i fusim furrë nxehtë 90 gradë për 90 minuta dhe pas 90 minutave fikim zjarrin, nuk e hapim derën e furrës derisa furra dhe kavanosat të ftohen plotësisht. Në këtë mënyrë do vakumohen shumë mirë. Kavanosat pasi janë ftohur plotësisht i kemi largu nga furrat, mu ka ndash dykun 15-16 orë që t'i lanë në furrë dhe të ftohen plotësisht. Janë gati për konsumim pas 3 javësh. Mund t'i ruajmë në një vend të errët të freskët, po drumi është i përshtatshëm, qëndrojnë kështu deri në 2 vite nëse si hapim kavanosët. Kjo është mënyra se si përgatis unë kompot nga ftoni, gjithë ju motra që përgatisni ju bëft mirë, kurse ju motra që ndani kohë për videon time dhe më jepni komente të bukura, ju falinderit, mirëbeqi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës. Motra të dashura, vendosa që me ju të ndaj mënyrën se si përgatis unë kompot ftoni, pasi që në këtë kohë ka ftoj me bëllog, besoj se të gjithëve kam ju